në Kosovë diku në afërsisht 40 deri në 45 km/h që bëhet tempoja, kurse në Evropë afërsisht ke 60 km, domethënë pa një farë dallimi gjatë madh. Po çaja që më the 124 km/h. Po. Apo na trego pak se 124 km/h me bicikëll është diçka e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme, është e jashtëzakonshme, po është pak i duket njerëzve nashta që shumë nashta që e kum fol me mumbura diçka, po nuk është ashtu, është sepse bicikleta që i kemi na janë bicikleta ekstreme, po ma sofistikume dhe arrin shpejtësinë 100, 110, 115 pa problem. Biles para një jave, një garë ka qenë në Arabi Saudite, ka qenë të poshtë dhe e fort, 106 në orë janë rëdzu 7 ciklista. 106 orë? 106 në orë. Llogaret e tash edhe kam pas thymje marramence. Marramence, po. Edhe është sport shumë ekstrem i vështirë. Po unë kam arrit në vitin 2019 shpejtësi. 2019. Po. Çaja që më duk ma interesant se sa shpejtësia nga ana tjetër ka qenë me përcjellës Bobi. Bobi, po. Çaj të ishe. Unë të isha hec, ja po isha me kry. Edhe S'pojtë Bash. S'pojtë ma shumë se sa... Edhe për shpejtësisë të modë që të regova dhe mbotësi shpejtësisë, dhe me thonë ai magnetit që i kemi që i modë, më është këput. A pëtën edhe që shpejtësia modë ka qenë. Sepse, kur e më rrinë atë shpejtësi bicikleta, pjesët e bicikletës janë shumë të ndishme, abdi këto që janë jashta që pe fabrikës, dhe me thonë që ato i vejmë na, pëtën. Ato janë pak ndishme, nëse arrin shpejtësinë shumë të madhe, ato mujnë edhe më këput, se janë sene që janë shumë të lehta, delikate, a pëtën? Që nëse arrin shpejtësinë të madhe, ato mujnë edhe më këput, si që më ka ndodhur edhe mu.